nderuarit e mi, u ndalëm në javën e kaluar me një pjesë tepër të rëndësishme të jetës së profetit alayhi salatu wassalam, ose të ndodhisë asaj që quhet ndryshe, domethënë zgjerimi dhe rindërtimi i xhamisë së profetit alayhi salatu wassalam përgjatë historisë së saj, duke nisur me kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe duke mbaruar në ditët tona moderne. Kur pejgamberi alayhi salatu wassalam emigroi drejt Medinës, ishin 3 hapa të parë, të cilët i ndërmori dhe do të ishin ata vendimtarët për të ardhmen. E para, ajo që folëm, domethënë ndërtimi i xhamisë, i cili kishte një rol tepër të veçantë dhe ka një rol tepër të veçantë në jetën e muslimanit. E dyta, ajo për cilën do të ndalemi dhe do të flasim sonde, vëllazërimi që profeti sallallahu alaihi wasallam bëri mes muhaxhirëve, ata të cilët kishin lënë gjithçka në emër të Allahut, emigrantëve nga Mekka për në Medinë dhe ensarve, dhe e treta do të jetë një marrëveshje ose quajtur ndryshe kushtetuta e parë e profetit alayhi salatu wasalam, ose marrëveshja e parë, domethënë për të ndërtuar një shtet lipset të kesh kushtetutën, domethënë të miratosh ligje, por në të njëjtën kohë të kesh edhe marrëveshje. Dhe këtë profeti alayhi salatu wasalam e bëri pikërisht si një hap i tretë. Atëherë, u ndalëm tek e para, vim tek e dyta, vëllazërimi. Vëllazërimi në Islam ka një rol tepër të veçantë. Pra jo vetëm ajo që bëri profeti alayhi salatu wasalam, por në jetën e muslimanit ka një rol tepër të veçantë. Arsyeja. Diçka shumë e çuditshme të nderuarit e mi është fakti se një shoqëri e cila ka dashuri, ka harmoni me njëra tjetrën, një shoqëri e cila ka harmoni, jeton në gëzim të plot, e lumtur edhe nëse kanë varfëri. Nëse kanë afrimitet, kanë harmoni, kanë dashuri, me gjithë hallet që mund të kenë, ata jetojnë të lumtur. Arsye pse jetojnë të lumtur, sepse nuk është materiali ajo e cila sjell lumturi. Materiali i nderuar im duhet të jetë në xhep, jo në zemër. Dhe nuk duhet të jetë shkak që dikush ta lidhë lumturinë e tij ose privimin prej saj me materialen. Në mënyrë absolute. Madje këtu mund të përmend kur Ibrahim Pasha, djali Muhammed Ali Pashës, vizitoi, po sundoi Damaskun, ai sundoi Sirin për 5 vite me radhë. Në ditën e parë kur hyri domethënë në Damask, ndër gjërat më kryesore që mund të vizitosh në atë qytet madhështor është edhe Xhamia Umawi. Xhamia Umawi domethënë një perlë e ndërtimit dhe arkitekturës islame. Thot mirë për rastisi që në atë ditë në Xhamin Umawi të kishte mësim Hoxha i Madh Said el-Halabi, zoti mëshiroft, të cilit i kërkuan që Hoxh ta kisha anulluar mësimin e përjavshëm sot, sepse e dinin domethënë që do koincidonte që të ishte edhe vizita e princit domethënë, që mos duke njohur mentalitetin e Hoxhës, domethënë, kishin frikën e ndonjë përplasje dhe ashtu ndodhi me të vërtetë, por nuk është kjo pjesa që desha të ndalem aty. Pjesa që desha të ndalem është pikërisht tek fakti i lumturisë, domethënë faktori i lumturisë kush është. Pra, a është materiali ajo që njeriu në bën të lumtur? Dhe Hoxha u ndal pikërisht në këtë detaj duke thënë 2 mbretër, edhe pse kanë pushtet aty ku ata sundojnë, tregojnë që nuk janë të lumtur, dhe fakti që nuk janë të lumtur është se synojnë të zaptojnë apo të pushtojnë apo të marrin sundimet dhe pushtetet e të tjerëve, pra synojnë të zgjerohen. Nëse do të kishte mjaftueshmëri ky person, nuk do i lakmonte këto gjëra. Thotë ndërsa 2 fukarej, të cilët kanë vetëm një organ, e ndajnë atë organin me njëri tjetrin në mënyrë që të ngrohen gjithë të dy. Pra kur janë të pajtuar, janë të kënaqur me atë që kanë, në gjendjen që janë. Atëherë, nëpërmjet vëllazërisë, profeti alayhi salatu wasalam çfarë do të arrinte të realizonte ose çfarë realizohet nëpërmjet vëllazërisë? Realizohet
afrimiteti, harmonia, dashuria, të cilën nuk e blen me pasuritë të gjithë dynjas. Mirë po vllazëria për cilën ne po flasim, nuk është vllazëria e përgjithshme, e cila nuk ndryshon në të gjitha kohrat. Pra në çdo kohë synohet vllazërimi mes muslimanëve. Në çdo kohë. Kjo që ka bërë profeti alayhi salatu vesselam është një lloj vllazërie e veçantë, e cila është e drejtë, ekskluzive, e dërguarit Zotit dhe askujt tjetër posa tij. Pra njerëzit kanë zgjedhur që përgjatë historisë së tyre ose përgjatë marrëdhënieve të tyre të krijojnë vllazëri të ndryshme. Dikush domethënë e ka mbyrëzer thot prej gjakut, domethënë njerëz të cilët kanë zgjedhur të përzihin gjakun e njëri tjetrit dhe ta pinë atë duke pretenduar domethënë se jam vlla për gjakun me të. Domethënë ky veprim është totalisht haram dhe është i shpifur në Islam. As nuk bën vlla për gjakun asgjë, as mbyrëzer asgjë. Nuk bën. Domethënë ne kemi ose vlla për nënë, për babë, ose për nënë ose për babë, domethënë farefis kur i thon gjak, ose vlla për atë që ne në shoqërinë tonë nuk e njohim, ose ka qenë e panjohur gjithmonë. Ajo që quhet ndryshe vllazëria e gjithdhënies. Pra kur nëna, kur femra i jep të pi një fëmijë, një foshnjë të vogël, i cili nuk i ka kaluar 2 vjeç, dhe i jep të pi për disa herë duke e ngopur atë. Ky merr statusin e fëmijës për të, të cilin nuk e ka lindur, ajo është nën qumshi për të. Fëmijët e saj janë vëllezër dhe motra për këtë, që do të thotë që ashtu si thot profeti sallallahu alaihi wasallam, yahrumu min ar-rada'ati ma yahrumu min an-nasab. Gjithdhënia shëjtëron lidhjen ashtu siç shëjtëron dhe gjaku, domethënë bën haram, bën të shenjtë të gjitha lidhjet ashtu siç i ka shëjtëruar dhe gjaku, veç faktit që në gjithdhënie nuk trashëgon, pra nuk trashëgojnë për njëri tjetrin. Pra kjo nëna gjithdhënëse, e cila ka statusin e nënës, është e vërteta, nuk trashëgon për këtij nëse ky ose kjo do të vdesi, ose ana sjelltas, nëse kur ajo të vdesi, ky nuk trashëgon për saj si fëmijët e tjerë. Dhe kemi pra këtë vllazëri, kjo e cila ka qenë e panjohur në viset tona, ose aplikimi i saj ka qenë i panjohur vetarisht. Shqiptarët bënin mburazer ato që kishin pi gjak me të, por nuk e qunin mburazer këtë i cili e ka bëu Allahu, domethënë të tillë. Dhe kjo është deri në ditë Kiametit. Vllazëria të cilën e bëri profeti alayhi salatu vesselam është vllazëria midis muhaxhirinëve dhe ensarëve, pra migrantëve dhe vendalive të Medines. Por më parë, i dërguari i Zotit domethënë ish përpjekur në maksimum ta ushqente vllazërimin tek muslimanët. Pra ne gjejmë në Mekë, shikoni tani çfarë bën ndjenja e vllazërisë. Vllazërimi i Mekës, të nderuarit e mi, konsiston në ndihmimin ose edhe në ndjenjen ka shi njëri tjetër, por në ndihmimin e nevojtarit. Pra që do të thotë që ky musliman i Mekës, i cili është në gjendje të mirë, si rasti i Ebu Bekrit, rasti i Uthmanit, rasti i Hamzait, rasti i Umerit dhe shumë të tjerë, patjetër, ata të cilët konsiderohenin shtrese lartë për shoqërinë mekase, vëllazërohenin me njerëz edhe si Bilali radiallahu anhu, i cili për shoqërinë mekase nuk kishte asnjë vlerë, sepse ç'është vërtet ai ishte skllav. Pra e bënte kjo sklavin, domethënë njëri pa vlerë, absolutisht jo. Po domethënë për shoqërinë mekase ishte nën shërbëtor, sepse ishte skllav totalisht. Apo të tjerë domethënë si Ammar ibn Yasir ose familja e tij, Yasiri domethënë e ëma Ammarit, Sumeja, të cilët nuk ishin sklever, por ishin të pafisshëm, ishin të nëpërkombur. Dhe çfarë shërbente kjo lloj vllazërie, ndjenja e vllazërisë? Shërbente sepse njerëz si Ebu Bekri radiallahu anhu shkonte dhe blinte, dhe e ka bërë këtë shumë shpesh. Shkonte dhe blinte lirinë e këtyre skleverëve dhe i lironte ato, pra i blinte dhe i lironte për hatër të Zotit. Kush e bënte këtë? E gjithë ndjenja e fesë. E përmendin në ndonjë rast, domethënë Ebu Bekri ja përmendi Bilalit diçka të tillë kur. Përse? Sepse konsideronte vëlla. Ishte vlerësimi i vërtet vëlla.
Këto e kish bërë i dërguari i Zotit, domethënë e arriti në Mekë. Ndërsa të vim tani në Medinë, emigruan drejt Medinës. Në Medinë muslimanët ose emigrantët lanë gjithçka në Mekë. Braktisën gjithçka, Zoti i përmend në Kur'anin e famlar në surën Hashr. Dhe ata të cilët emigruan prej nevojtarëve muhaxhirë. Kështu i ka thënë Zoti xhel xelalu. Pra lanë gjithçka dhe emigruan, domethënë. Çfarë ndodhi me këta? Ajo që ndodhi që kur shkuan atje nuk kishin më asgjë. Dhe këtu profeti alayhi salatu wasalam vllazëron midis të ardhurve dhe vendalive. Thuhet, domethënë ka ndodhur në një rast është përsëritur, jo në një rast vetëm. Por në një rast të vetëm ka ndodhur vllazërimi më shumë se 90 personave. Çfarë kishte kjo lloj vllazërie, çfarë përmbante? Se deri tani po përmendim vllazëri, jo si ajo e gjakut, jo si kjo e Mekës dhe jo si kjo statusi fetar. Padyshim që statusin fetar kjo e përmbante, por kjo lloj vllazërie përmbante ndihmën e njëri tjetrit, të ndihmojnë njëri tjetrin, të gjenden pranë njëri tjetrit, të ofrojnë njëri tjetrit strehim për ato që kishte nevojë. Dhe çfarë e bën të veçantë është dhe fakti, domethënë, se në këtë lloj vllazërimi patëm për herë të parë edhe trashëgimin, që këta trashëgonin prej njëri tjetrit kur njëra palë vdiste. Këta trashëgonin prej njëri tjetrit kur njëra palë ose tjetra vdiste. Derisa Zoti xhel xelalu domethënë shpalli në Kur'anin e tij famlar, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd, dhe të afërmit e gjakut janë më parësor se kushdo tjetër. Këtu anullua, domethënë, kjo lloj trashëgimie. Përse e bëri i dërguari i Zotit? Dhe para herë i dërguari i Zotit nuk i bën veprimet nga vetja e tij, por i bën me urdhër prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe për këtë lloj vllazërie Zoti xhel xelalu na ka folur në Kur'anin e tij famlar duke na u drejtuar dhe duke na përshkruar, duke thënë ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju të cilët keni besuar, friksojeni Allahut ashtu sikurse e meriton Allahu me ju friksu dhe mos vdisni tjetër vetëm se duke qenë besimtar. E vazhdon wa'tasimu bihablillahi jamia. Dhe kapuni që të gjithë fort për litarin e Allahut. Për litarin e Allahut ka thënë librin e Allahut. Pra për Kur'anin famlar. Wala tafarraqu. Dhe mos u përçani. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, dhe kujtojeni begatinë dhe mirësinë e Allahut ndaj jush, idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, ndërkohë që ju ishit armiq. Kush? Medinasit, Aus dhe Khazraj, dy fiset më kryesorë ishin armiq të përbetuar të njëri tjetrit. Dhe që të dy këta i bashkoi Allahu nëpërmjet kujt? Nëpërmjet fesë. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dhe me mirësinë e Zotit ju u bët çfarë? Vëllezër. Pra hyri koncepti i vllazërisë së vërtet, duke lënë më njëri natët, duke lënë më njëri egot, duke lënë më njëri paragjykimet, hatërmbetjet, duke lënë më njëri, domethënë urrëtiet e të kaluarës, duke lënë më njëri mbi të gjitha unin, duke vërtetuar ato që Zoti xhel xelalu kërkon prej nesh në Kur'anin e tij famlar, udkhulu fis-silmi kafa. Hyni në fe tërësisht, ashtu hyn sahabët e pejgamberit alayhis salam. Hyn tërësisht, praktikën gjithçka. Pra, nuk është se hyn të gjithë djem të ri, kishte për tyre të cilët ishin të moshuar kur e pranuan Islamin, ama nisën të edukohen me fe. Dhe shumica prej tyre ishin të rritur, kanë qenë të pakët ata të cilët domethënë njihen ndryshe si sahabët e vegjël, domethënë, ndërsa pjesa dërmuese kanë qenë të mëdhej, që do të thotë që formimin e tyre, karakterin e tyre, personalitetin e tyre kanë pas të formuar para Islamit. Dhe është e vështirë kur që ta marrësh ti, domethënë, dikë të vogël dhe ta formosh ose ta edukosh, është më e lehtë se ta marrësh të madh tani, të rish të merresh me mentalitetin e të madhit, sepse e ka karakterin e tij, e ka të formuar. Do të rish të merresh tani nga fillimi. Pra, nisësh ti hedhësh poshtë të gjithë ata të cilat i ka formuar dhe të thush do ti, ndërsa sahabët këtë e kishin të kollajt. Në ç'kontekst e kishin të kollajt? E kishin të kollajt sepse ishin dorëzuar totalisht Allahut ato.
Pra e vazhdon Zoti xhalla xhelalu fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa anqadhakum Allahu minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ishit në prag rënjes në zjarr me veprimet tuaja. Dhe Zoti ju shpëtoi. Kështu Allahu xhalla xhelalu i bën të qarta argumentet e tij në mënyrë që ju të udhëzoheni. Këtë ka zbrit Zoti xhalla xhelalu për këtë vllazëri që ka ndodhur midis këtyre. Pra thamë që kjo vllazëri përmbante krahas të tjerave dashurinë që duhet ketë muslimani për muslimanin. Ajo që thot profeti sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhul muslim la yadhlimu wa la yahqiru wa la yakhdhulu wa la yuslimu at-taqwa ha huna at-taqwa ha huna at-taqwa ha huna bihasbi imri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim kullu al-muslimi 'ala al-muslimi haramun maluhu wa damuhu wa 'irduhu. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij, në një fjalë të tij, çdo muslimani është ai i cili prej gjuhës dhe dorës së cilit është i sigurt musliman. Muslimani është vllai i muslimanit. La yadhlimu, nuk i bën padrejtësi. Wala yakhdhulu, nuk e zhgënjen. Wala yahqiru, nuk e poshtron. Wala yuslimu, nuk e hedh poshtë, nuk e dorëzon. Nuk e dorëzon. Do të thonë në të keqe si themi e keqe, por sërish do të thonë nuk themi që gaboj ky po. Nuk më hyn në punë. Islami që ai bart, do të thonë është më madhështor se sa gabimet që mund të bëjë njeriu. Ndaj edhe kur gabon, edhe kur gabimet janë shumë të rënda, sërish afroje, sërish duhet të gjendemi në krah. Dhe ka thënë profeti alayhi salatu wasalam, at-taqwa ha huna, ka bërë me shenjë, do të thonë, devotshmëria është këtu 3 herë thotë, duke bërë shenjë nga zemra, i mjafton njeriu si gjuna që ta poshtroj tjetrin, ta poshtroj muslimanin, kullul muslim, çdo musliman e ka të ndaluar pasurinë e tjetrit, gjakun e tjetrit, nderin e muslimanit. Këto 3 gjëra domethënë janë të shenjta për gjithë, patjetër, por domethënë kur po flasim për lidhjen musliman për musliman. Pra kjo është e përgjithshme të cilën e përmban dhe i është shtuar kësaj pra kush trashëgimia mes muslimanëve të Mekës dhe të Medinës deri në çastin kur anullon Zoti xhalla xhelalu një diçka të tillë. Lind pyetja natyrshëm. Ne folëm për një numër jo të pakët, rreth 100 vetë. Dhe dini vëllezërit e mi, sepse inshallah do të flasim, nëse Zoti do na japi ymër në javën e ardhshme, do të flas shembuj se në çfarë konsiston kjo lloj vllazërie, domethënë, ku janë shembuj konkret. Dhe dini vëllezërit e mi, domethënë se si jetonin këta njerëz me këtë, ose pse u bë një diçka e tillë. E ke parasysh domethënë që ty me tar tani një person në shtëpi, tani me dalë një këtu në xhami, me thonë nuk kam ku të shkoj sonda. A ka vullnetar me mor? Unë nuk e vjen dyshim që ka, a kupton. Një natë e merr, edhe 2 natë e merr. Po ta marrësh dhe ti nuk e din se sa do ta marrësh edhe në shtëpinë tënde. Dhe jo vetëm atë, por edhe familjen e tij. Do të thonë një përgjegjës tashmë. Do ta ndajsh online, do ta ndajsh, domethënë çdo gjë të mirë të keqe me të. Duhet të ndajsh, domethënë ta kalosh përgjegjësi, kjo është e vështirë. Këtë nuk e bën vetëm se besimtari i vërtet. Nuk do të jetë një ditë e dy i Zotit, domethënë derisa të zgjidhet kjo çështje, ata ishin të pastre në mënyrë që të mos ndihen siklet. Nëpërmjet këtij vllazërimi, profeti alayhi salatu wasalam domethënë arriti të sheshojë problematikën që të mos thojë dikush pastaj që sigurisht e prum. Pra do të ketë prej sahabëve, sikur se do e përmendim, domethënë që jo vetëm që kanë dhënë pasurinë, por ka pas prej tyre që ka thonë domethënë nëse realizohet edhe tek grania, domethënë tek gruaja ç'është qëllimi, domethënë që i ka pas 2 gra, ka thonë ta ndaj njërin dhe nëse ajo pranon të ardhmen të martohesh me to. Imagjino se sa larg shkonte koncepti. Ai nuk e kishte pranë gruan që thonte domethënë do të martohet kjo me ty, nëse ajo do të pranonte. Dhe Islami na ka dhënë një shembull model për lirinë e përzgjedhjes së femrës. Transmeton Imam Ahmedi rahimahullah një hadith se dikush e fejon vajzën e tij pa u konsultu fare me të.
Ajo anku tek pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam tha nuk lejohet të martohet vajza, pra femra, pa i marrë miratimin e saj. Dhe me patjetër që të gjithëve ju ka rënë të ndiqni procedurën në një akti nikahu ose një procedurë të lidhjes së kunorës, martesës. Hoxha nuk bën gjë tjetër vetëm se procedurën, pra e zgjedh këtë procedurë se ne lidhim martesën me gojë, dëgjohet nga ana e tij që nuk është e detyruar me femrën dhe vetëm kaq. Kjo është procedura gjendjes civile, por ne e bëjmë në mënyrë edukative, se nuk është puna është më tepër në mënyrë edukative. Dhe kjo u ankuat tek profeti alayhi salatu wasalam dhe i dërguari i Zotit e anulloi një fejesë të tillë. I tha i dërguari i Allahut, nuk jam kundra. Thot kjo vajza, nuk jam kundra personit në fjalë, por desha që të mos marrin guxim dhe ta anashkalojnë që me e pyet femrën. Më shiko se sa inteligjente, sa vigjilente Zoti qofë razi për saj. Pra unë jam dakord, por e bëra këtë veprim që mos thoj një dy, sidomos i herë, domethënë Mekasit ishin pak të ashpër. Domethënë tip natyra joni dikur, pyetem unë ose them unë. Kjo ka qenë se sot elbetesi si tha i tha, dhe kush pyetet tua, burri e gruaja. Kur është një grua e mençme, një zonjë shtëpie, e bën në atë formë që burrit i duket vetë që ato u pyet në shtëpi. Gruaja domethënë të përdor aq shumë, ka aq nuk po e quaj intriga se për të ndërtuar jetën bashkëtorë, jo më do mos ka intriga, kupton. Por për ta arritur ato të vetën, vallai po e fiksoi diçka. Ka aq shumë metoda domethënë që ti nuk e njeh hiç. Duket vetë në fund fare, e bona unë. E bona unë këtë. Pra si ai që tha domethënë që kush pyetet tu? Pyetem unë dhe ai. E mirë urdhëno ti i pul. Më fal, urdhëro i gjel. Tha po pse ke ato të tjerë çe ke dhon? Tha ato tha, aty ku pyeste gruaja, u jepja ka i pul, aty ku pyeste burri, si rasti konkret do vetëm ti ke dalë që pyetesh ti në shtëpi, pritaj gruaja çat marr tha pula gjel. Pra, Mekasit ishin në këtë status dhe u trashëgu një mentalitet i tillë, domethënë që pyetem unë, them unë, edhe këtu. Jo, do të them unë, përderisa e ka jetën e vet, Dhe kjo që po them, domethënë që e tentoi ky sahabi i nderuar këtë, kjo është për treguar se sa e kishin pranuar sahabët këtë veprim, sa i pranueshëm ishte. Kaloi kjo periudha e trashëgimisë, ama mbeti statusi i vllazërisë së tyre. Për shembull, ndër sahabët që kanë qenë të vllazëruar ka qenë Selman el-Farisi dhe Abu Darda radhiyallahu anhu. Edhe pse Selmani u kthye në vendlindje në Persi, në Iranin e sotëm, dhe Abu Darda shërbeu në Damask, kishin korrespondencë me njëri tjetrin në mënyrë të vazhdueshme. Kishin korrespondencë, pra ishin të lidhur me njëri tjetrin në mënyrë të vazhdueshme. Sepse ishte vllazëri e vërtet pra. Madje ka një transmetim se kur bëhet fjalë për këtë trashëgimin, profeti alayhi salam i ka dhënë prioritet kujt? Trashëgimisë të cilën trashëgimia e parë ajo e cila vjen nga vllazërimi midis ensarëve dhe medinasve, Mekasve, muhaxhirëve. Pra imagjinoni se sa shumë i dha prioritet diçka e tillë. Lind pyetja tani natyrshëm. A pati vllazërime përveç këtyre dy kategorive? Patjetër që pati. Pati edhe Mekas me Mekas, domethënë muhaxhir me muhaxhir. Si rasti i profetit alayhi salatu wasalam, si rasti Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu, si rasti Hamzait radhiyallahu anhu, etj. Të cilët vllazërinë e tyre e patën me muhaxhir si puna e vet. Çfarë shërbente një lloj vllazërie? Tham që kjo nuk ishte thjesht një vllazëri materiale, nuk ishte thjesht domethënë një ndjenjë materiale për të shërbyer materialisht njëri tjetrit. Po njeriu më shumë se sa materialen ka nevojë domethënë për një mbështetje shpirtërore. Dhe kur i thu domethënë që e kam thon arabët një fjalë, vllajt në arabisht i thon por dhe kur ankohen arabët, pra ne themi arabët thon thot kur duan të tregojnë domethënë afrimitetin në vllajin, thot çfarë thu kur ankohesh?
Thua, pra o vlla, i bjen, po ta kapësh holl. Atëherë thot, pra si mundesh ta dorëzosh vllan, ta sakrifikosh vllan, ndërkohë që edhe në çastin kur ti ankohesh, kërkon vllain tënd. Ndaj dhe profeti alayhi salatu vesselam pra ishte hapi më i madh të cilin e ndërmori, ishte vllazërimi, sepse këtu krijoi një stabilitet. Për problematika e parë me cilën do të përballej do të ishte problematika e strehimit, problematika e varfërisë. Kishin lënë gjithçka ata në Mekë, nuk kishin asgjë me vete. Këtu i dërguami i Zotit alayhi salatu vesselam e zgjidhi këtë problematikë. U tregoi njerëzve, i sheshoi problemet. Tha priti herë, se nuk duhet i kemi ne këto probleme, se ne nuk na lidh materialja. Ne na lidh besimi dhe ne për hapur të këtij besimi sakrifikojmë gjithçka. Dhe duke qenë se sakrifikojmë gjithçka, pra çfarë realizoi në realitet, çfarë arriti, ku ishte efikasiteti i kësaj? Efikasiteti i kësaj ishte qëndron në faktin se prodhoi dashuri dhe afrimitet midis njerëzve. Ajo e cila na duhet. A i keni dëgjuar në rumit e mi se shpesh, domethënë, unë të paktën e kam dëgjuar shumë. Njerëzit kanë një nostalgji për periudhën e komunizmit në Shqipëri. Jo për pushtetin, jo, për periudhën e komunizmit. Thot, ore, ishim gjithë varfër, gjithë vunim, po shkonim fort me njëri tjetrin, mërë. Valla, shkojshin se ishin të varfër, apo shkojshin se kishin dashuri, kishin harmoni. Çfarë po ndodh sot? Njerëzit sot valla nuk po shkojnë domethënë se janë të varfër janë të varfër në zemër, kuptoj. Apo nuk po shkojnë domethënë se janë ftoft marrëdhëniet, i kanë filluar të gjykojnë gjërat materialisht, Dhe gjithë secili nis dhe shef atë terezinë vet. Imagjinoni në rumit e mi. Në kohën e profetit, por edhe më mbrapa, domethënë deri vonë, njerëzit ulenin shesh. Më vonë, domethënë, u krijuan domethënë mineret më të larta, domethënë, një lartësi mesatare, jo lartësia e divaneve. Ndërsa në kohët moderne në përfundum me koltuk dhe me karrike. Dhe nga çasti që ti ulesh në karrike, ti thu, o karrika ime kjo. Është karrika ime. Nëse ulesh aty ku kishte vend, e ndrove. Jam ulke kjo karrike këtu. Ishin njerëzit ishin më në qetësi, ishin njerëzit më në rehati. Pse ishin më në rehati? Se ishin gjithë një lloj, apo sepse të gjithë ishin të pajtuar një lloj me jetesën të cilën ishin të pajtuar një lloj. Shko sot në përfshatra. Unë po flas domethënë me ato që kam pa dhe ato që jetoj, ashtu dhe ju. Se qyteti, po unë po flas për fshatrat. Qyteti ka marrë fund. Vëllezërit e mi, unë ashtu si ju po kam prezantuar shumë xhenazë domethënë si prijes kur I thon pra për imam. Xhenazat më të sikletshme, xhenazat e qytetit. Nuk afrohet njëri me mulu varrin. Ti shofsh, vesh bukur, gjithë larg, po nuk tanë, as I vdekmi nuk tanë, as varri nuk tanë, afrohëm, ndërgjegjësoj çika, kuptoj. Bëu njëri. Ka qenë një xhenazë nga këto, ku po të them që përqindja e tyre të cilët prezantoheshin në xhenazë, përqindja e praktikantëve të rregullt ishte mbi 95%. Pra unë e kam falat xhenazën, po them të paktën në 95% të pranishmëve, që është rrallë herë ta shohësh këtë gjë. Ka qenë xhenozja e parë që më ngeli lopata më dorë, se nuk u afronte njëri me të marrë lopatën prej dorë. Pra kapa lopatën si hoxh, unë e kapa me dhënë shembullin. Prit se po vjen me marr kush, s'ta merrte kush për dorë. Vallai u lova se as nuk jemi mësuar, domethënë, nuk jemi mësuar me atë se nuk na bin vlerët, po nuk jemi mësuar. U lodha sinqerisht. Derisa njëri prej tyre tha hoxh, ma jep mund ta marr pak. Tash vëlla s'ka ngel gjë tjetër vetëm me ju thirr me emra. Po hajde ju afroni. Pra të gjithë me durr në xhepe ose tu bë mohabet tu pa. Po pse ç'është tu myll aty, është tu myll I kuti shkrepsi si. Shtu myll varri, ashtu myll varri I tjetrit.
është të myll varri që ka për të myll joti nesër. Atëherë ajo që lipset domethënë, atë ajo që shërben, domethënë çfarë është? Njerëzilliku. Dhe profeti alayhis salam e sheshoi këtë problematik. Mbolli tek njerëzit çfarë? Njerëzillikun, harmoninë, dashurinë, afrimitetin. Pse profeti alayhis salam domethënë fton në prezantim fjalë vjen në xhenazë, i ka dhënë një vlerë shumë të veçantë në Islam. Ndaj dhe thonë që e njeh se njeh çrëndësi ka. Kush që ndron me një xhenazë ose prezanton një xhenazë derisa të falet namazi i xhenazës, ai e ka një mal, një qirat ose një mal me sevabe. Dhe kush e shoqëron atë xhenazën e ndjek deri në mbulimin e saj, derisa mbulohet varri, ai ka 2 male të tilla. Këtë e ka thonë që kur ti e njeh, jo edhe kur ti s'e njeh, ç'lidhje ka. Përse? Sepse modeli i njerëzillikut, i afrimitetit, i dashurisë, i harmonisë, i reflektimit jepet me vepër, edhe nëse nuk jemi prezantuar me njëri tjetrin. Kur ti e ndihmon dikë, a ka shumë rëndësi nëse e njeh apo se njeh, ai të njeh ty, ta din emrin, ta din përjara, s'ka nevojë. Veprimi yt është ambasadori më i mirë se fakti dhe vepra më e mirë që flet. Ndaj dhe profeti në këtë çast po i fton njerëzit që mi qëndru pranë njëri tjetrit. Pse? Se në ato çaste ka nevojë. Kur njerëzit nuk ta harrojnë një të mirë ose një rast që i gjen në krah, atëherë kur ka nevojë, ato nuk ta harron. Ndoshta ti mund ta kesh ndihmuar një çast që mund të ketë pas një nevojë për momentin, po s'ka qenë hallëxhi. Nuk ka qenë hallëxhi. Ndoshta atë ta harron ose nuk e kujton. Ndërsa këtë vëllezërit e mi nuk e harron. Ndaj mos neglizhoni kur të gjendeni pranë njëri tjetrit në ditët kur ai ka nevojë. Jo që ta kujtojë, jo që ta mbaj mend. Por sepse Allahu xhelle xhelalu ka për të ta ruajtur diçka të tillë. Allahu ka për të ta ruajtur diçka të tillë. Ndaj dhe profeti alayhi salatu wasalam nëpërmjet këtij veprimi çfarë bëri? E bëri shoqërinë islame një, e unifikoi. Sheshoi çdo problematik. Kur takohemi ne me dikë, domethënë, a nuk e pyesim për shkakun që nga je për shkakun, direkt. Kur nuk është venali, është një ndjenjë, jo ndjenjë urrëtie, po ndjenjë dëmshurie ndoshta, aq më tepër kur është i ardhur, që është emigrant fjalë bie, huj, ai gjena fiskëti thotë i huj. Ti s'e di se kush është ai huj, po thjesht fakti që ai është larguar nga vendi vet. Ai gjena fiskëti. Kështu ndodhi edhe me Mekasit. Lan vendin e vet. Profeti alayhis salam duke e bërë një veprim të tillë, jo i barazoi, jo vetëm i barazoi, por i bëri të ndjehen rahat të gjithë. Pra edhe Mekasit mos të ndjenin veten që tashmë ishin të huaj në Medinë, por të ndjenin veten që janë venali. Ka një shprehje të bukur siriane, domethënë që kur i pyet dhe i thu domethënë që nga je, ose i thot për shembull jam i huaj. Nuk është të thonë se nga është, po jam i ardh, jam i huaj, po jam i ardh. Po e kisha fjalën që jam i huaj, domethënë që nuk jam i vendit këtu. Thot ma qarib illa shejtan, i huaj është vetëm shejtani në mesin e shoqërisë islame. Ai është i fut. I huaj është vetëm shejtani. Kurse muslimani nuk mund të jetë i huaj aty ku i bjen Allahut në sejdë. Pra thjesht në mes muslimanëve dhe tush jam i ardhur këtu. S'duhet të ekzistojë kjo. Jam i ardhur këtu. Ne të ardh jemi në tokë, pse jemi venalinë në tokë si? O vëllezërit e mi, jemi kalimtar, jemi udhëtar. Dhe kur t'ja kujtojmë vetes që ne këtu nuk jemi venali, jemi të ardhur. Të ardhur nga xheneti me patjetër. Mos ta ngatrojmë pra rrugën për të kthyer. S'do ta ngatrojmë rrugën. Ti kur del prej shtëpisë ta, ku shkon? Shko ke shtëpia e komshiut apo shko ke shtëpia jote? Por ka ardhur për xhenetit i këtu. Mos e ngatro rrugën, por shko prapë atje ku e ke prejardhjen. Ndaj profeti alayhis salam nëpërmjet këtij veprimi, çfarë bëri, domethënë, i sheshoi të gjitha këto problematika. Nëse këta do të kishin unin që thonin që jam unë, jam venali, jam Medinas, hiku. Është Islami, vetëm Islami do të sundoj. Nëse këta të tjerë do të ndiheshin keq se s'kam unë, jo, jeni një lloj. Ç'është ajo?
më kujtohet një histori e dietarit të shuar Ibrahim ibn Adham rahimahullah, thot një fjalë, nuk quhet shoqëri dhe vllazëri ajo që kur tjetri ka nevojë nuk e fut dorën ke xhepi vllait vet me marr nevojën që ka. Nuk quhet vllazëri thot. Pra jam i thonë që po mirë, vllazëria e vërtet, pra në shtëpi tatët e si e bën. Pjesëtarët, anëtarët e familjes, kur e dim për shembull që ato që kemi i kemi këtu. S'ka problem, ne do ta njoftojmë të parin në shtëpi, ai që është i pari i shtëpisë. Ama ti merr marrë punën e ikën. Ai thotë në vllazëri nuk quhet vlla në Islam ai i cili nuk funksionon në këtë formë. Ai i cili nuk e ka dert, domethënë hallin e tjetrit. Dhe ka ndodhur këtij njeriu, ky që e thonte këtë fjalë, e jetonte këtë fjalë. Si e jetonte këtë fjalë? Thotë duke net bashkë me shokët e tij një ditë për ditësh, kalon një shok i tyre, koleg i tyre, vllai i tyre, domethënë, kalon me të shpejt për shumë i hutuar. Thotë e pan njërin prej tyre i cili po largohej me të shpejt. Po i hutu. I folën kërkunej. Edhe i thot njërit për tyre, shko pyetë çfarë halli ka. Shkoi ky më e kapi, e di ku shkoi, thotë, pse ke hall, më bëni hallall, thotë se nuk e kisha mendjen, po me thon drejtën, thotë më ka lind gruaja ke shtëpia. Nuk kam asgjë në shtëpi, nuk kam as me hëngër asgjë. Shkon ky thotë Ibrahimit, thotë kështu. Si thotë Ibrahimi? Nuk ka ai në shtëpi me hëngër, ne jemi shok. Çoni shpejt. Një të ngërku, thot, i deve. Vëllezërit e mit, i deve, e pakta, më e pakta, merr të paktën 1 kuntale gjysmë gjona. 1 kuntale gjysmë gjona, rahata, kupton? Thot e ngërku, domethënë me të gjitha ushqimet e kohës, edhe ato më dorë të shpatën mundësi me marr, edhe i shkuan ke shtëpia. Kur shumë thot ke shtëpia e tij, ai s'kishte shkuar ala në shtëpi. Edhe një sasi parash. Dhe e hape shoqja derën, thotë mondër, thotë, shiqu që të karujt Allahu, kena ardhë me të pru i borë që ja kena pas burrit tatë. I borë që ja kena pas burrit tatë. Allahu të shpërblef, thotë, i fusin gjonat, i shkërkojnë aty në borë, urdhënon në kësaj pjesën tjetër të borë, dhe në higën. Kur shkon burri në shtëpi, burri që shku me gjetë pare borë që me blenë një ushqim për shtëpinë. Kur shkon në shtëpi dhe i thon këtë veprim, thot vrapoj me të shpejt drejt tyne. Domethënë syt ju mushën me lot, Allahu është shpërblej për atë. Ç'e bëmë? Ora s'kemi bërë asgjë. Thjesht kemi kthy i borxh. Borxh pra se jemi vëllezër, që jena shoqni. Ku duhet funksionojnë mes muslimanëve, domethënë se i bëjë të mirë Allah ta shpërblej. Me të rritesh i gjithë jetën o shiqur, Zotit më rob, nuk kam për të harruar, domethënë s'kam për të harruar, po desh harroj më po. Sigur ta bën për ta shënuar ti aty. Shkruaje më në ujë aty. Ora ti e ke bërë për Allahun. Allahu nuk ta harron. Allahu nuk ka nevojë për njerëzit, nuk ka nevojë për ne, nuk ka nevojë për veprimet tona. Për ta përmbyllur profeti alayhis salam ka thënë kur Allahu ja don të mirën një robi, e përdor atë për të mira. Lutemi ty i mëdhnueshmi Allah na përdor për mirë. Na uzo për nga e mira, për nga e marra, për nga e drejta. Lutemi ty i mëdhnueshmi Allah na vllazëro me vllazëri të vërtetë. Lutemi ty i mëdhnueshmi Allah të na udhëzosh për nga e vërtetë dhe të na bësh për iftarëve të saj. Na largosh nga e kota dhe të na bësh për atyre që i qëndrojnë larg asaj dhe urrejnë atë. Lutemi ty i mëdhnueshmi Allah të mos lejosh të dalin për kësaj xhamie vetëm se me gjunahet faluara, me teubat pranuar, me lutjet parafuzuara, sikurse na mundsove të mblidhemi në këtë vend begat, në këtë natë begat, me madhruar madhërinë tënde nëpërmjet këtyre përkujtimeve. Na e mundsoj mëdhnueshmi Allah që të gjithë bashkë me familjet tonë dhe të gjithë ata të cilët i duam dhe na duan për hatrin tënd, të mbledhemi në xhenetet e larta, në xhenetet e Firdaus, me krye dashmin e zemrave tona Hazrat Muhammedin alayhis salam. Amin Allahumma amin walhamdulillahi rabbil alamin.